Marsi i vitit 1997 e kishte zhveshur Shqipërinë nga çdo rregull, ligj apo siguri. Shteti ishte shpërbërë si një ngrehin prej letre pas rënies së firmave piramidale, dhe depot e armatimit ishin hapur, duke armatosur çdo dorë të dëshpëruar apo të dhunshme. Por për një familje nga fshatrat e Beratit, ky kaos i përgjithshëm nuk ishte rreziku i vetëm. Mbi ta rëndonte një hije shumë më e vjetër dhe më e pamëshirshme. Një gjakmarrje e egër që ishte rizgjuar pikërisht atë dimër, kur kontrolli i shtetit kishte humbur plotësisht. Pasi kishin humbur 2 djemë të tjerë në vitet e shkuara, prindërit shikonin te foshnja e tyre e porsalindur. Një djalë vetëm pak javësh, shënjestrën e radhës të një fisi që nuk njihte falje. Vendimi u mor gjatë një nate në ntmerrin e krismave të automatikëve që dëgjoheshin nga qyteti. Duhej ikur me çdo kusht, sa më larg këtij vendi, për të shpëtuar jetën e foshnjës. Udhëtimi drejt Bregdetit të Vlorës ishte një makth më vete. Mes pozbloqeve të bandave të armatosura, rrugëve të thyera dhe frikës se mos ndiqeshin nga njerëzit e hasmit, babai e mbante foshnjën të fshehur nën pallto, ndërsa nëna i shtrënget dorën, duke u lutur në heshtje që fëmia të mos qante e të mos tërhiqte vëmendjen. Kur mbërritën në Bregdet, gjetën një kaos akoma më të madh. Deti Adriatik ishte kthyer në të vetmen rrugë shpëtimi. Mijëra njerëz shtyheshin mbi kalatat e porteve dhe nëpër plazhe, të gatshëm të paguanin çdo gjë që u kishte mbetur për një vend në gomone, apo në anijet e vjetra tregtare që prisnin në çdo cep. Me ndihmën e disa të afërmve, familja arriti të futej në një anije të vjetër tregtare italiane, e cila ishte ndalur ilegalisht pranë bregut. Anija ishte një masë e ndryshkur hekuri, e mbingarkuar përtej çdo limiti të imagjinueshëm. Njerëzit ishin të ngjeshur si bagëti në kuvert, në përhambare dhe në çdo hapësirë të mundshme. Kishte gra me fëmijë në krah, të rinj të trembur dhe të moshuar që e shikonin vendin e tyre të digjej në horizont, ndërsa anija nisej. Nëna e mbështolli djalin me një batanie të trash leshi dhe e shtrëngoi pas vetes në një cep të kuvertës, duke u përpjekur ta mbronte nga era e ftohtë e marsit dhe nga spërkatjet e hidhura të detit. Deti filloi të egërsohej dhe dallgët e larta e tundnin anijen e rënduar sikur të ishte një lodër prej letre, duke shtuar panikun, të vjellat dhe dëshpërimin mes qindra emigrantëve. Kur anija arriti afër brigjeve të Brindisit, në horizont u shfaqën dritat e fuqishme të projektorëve të policisë bregdetare italiane. Sirenat u lërinin dhe helikopterët fluturonin ulët mbi kuvert, duke krijuar një zhurmë shurdhuese dhe një erë të fortë që ua merrte frymën. Autoritetet italiane, të gjendura përpara një vale të paprecedent mbytëse emigrantësh, bllokuan anijen dhe dhan urdhër për një operacion të menjëhershëm kontrolli dhe riadhesimi të detyruar. Një kordon ushtarësh dhe policësh të armatosur hipin në anije, duke filluar t'i zbriste njerëzit me dhunë e me shpejtësi për t'i futur në përvarka shpëtimi dhe gomonet e policisë që do t'i kthenin mbrapsht. Në atë moment shpërtheu një kaos i papërshkrueshëm. Njerëzit filluan të shtyheshin, të bërtisnin dhe të vraponin në përkuvertën e rrëshqitshme për t'u fshehur ose për të mos u ndarë nga familjarët e tyre. Ushtarët italian shtynin turmën për të mbajtur rregullin, duke krijuar një përplasje të dhunshme fizike. Në mes të kësaj rrëmuje mbytëse, ku njerëzit shkelnin mbi njëri tjetrin, nëna e foshnjës u godit pa dashje nga turma që po zmbrapsej. Ajo humbi ekuilibrin dhe ra për tokë. Gjatë rënjes, duart e saj të raskapitura dhe të ngrira nga i ftohti humbën kontrollin mbi batanien. Foshnja i rrëshqiti nga krahët dhe ra në një cep të errët të kuvertës. Pikërisht mbi një grumbull të madh rrietash peshkimi dhe litarësh të trash detar. Përpara se nëna të mund të ngrihej apo të zgjaste duart, vala e turmës dhe ushtarët që po spastronin kuvertën e shtyn atë dhe babain me forcë drejt njërës prej gomoneve të riadhesimit. Prindërit u tërhoqën zvarr mes britmave dhe ulërimave të dëshpëruara. Nëna ulërinte me sa zë që kishte në kokë, duke treguar me gisht drejt cepit të anijes, por zhurma e helikopterëve, sirena dhe kaosi i përgjithshëm i mbytën plotësisht fjalët e saj. Askush nuk e dëgjoi, askush nuk kuptoi se çfarë po linte pas. Gomonet e policisë u larguan me shpejtësi,
duke i nisur prindërit drejt kthimit të dhunshëm në Shqipëri, me zemrën e thyer dysh dhe me bindjen e tmerrshme se foshnja e tyre kishte rënë në det ose kishte vdekur nën këmbët e turmës. Ndërkohë, në cepin e errët të anijes që po zbrazej, i fshehur mes rrjetave të peshkimit, fëmia i përsalindur mbeti krejtësisht i vetëm, duke qarë në heshtje nën qiellin e zi të Adriatikut. Kur zhurmat e motorëve dhe britmat e njerëzve u shuan plotësisht, mbi kuvertën e anijes tregtare mbeti vetëm heshtja e rëndë e natës dhe zhurma e përplasjes së dallgëve. Anija, tashmë e boshatisur nga vala e parë e emigrantëve, u tërhoq drejt një zone të siguruar të portit të Brindisit për t'u nënshtruar një kontrolli të imtësishëm nga autoritetet detare. Ishin orët e para të mëngjesit kur Markjo, një punëtor i vjetër i portit me precedent të gjatë në ndihmat humanitare, hipi në kuvert me një elektrik dore në dorë për të kontrolluar nëse kishte mbetur ndonjë dokument apo send personal. Ndërsa po kalonte pranë një grumbulli litarësh të lagur dhe rrjetash peshkimi në cepin e errët të anijes, diçka i tërhoqi vëmendjen. Një lëvizje e lehtë, pothuajse e padukshme, në një batanie të trash leshi. Kur u afrua dhe ngriti pëlhurën e ashpër, Marto mbeti pa frymë. Sytë e zinj të një foshnje vetëm pak javësh po e shikonin pa lëvizur, të ngrirë nga i ftohti, por çuditërisht të qetë pasorëve të tëra të qarash të mbytura. Fëmia u dërgua me urgjencë në spitalin më të afërt, ku mjekët konstatuan se për mrekulli ishte në gjendje të mirë shëndetësore, pavarësisht hipotermisë së lehtë. Autoritetet italiane u përpoqën të gjenin ndonjë lidhje me listat e të kthyer apo personave të skeduara të natë, por kaosi i 97 kishte fshirë çdo gjurmë rregulli. Foshnja nuk kishte asnjë emër, asnjë letër, asnjë të dhënë. Sendi i vetëm që mbante ishte një varse e vogël argjendi me një kryq të gdhendur imët, e fshehur në rrobat e tij, dhe një fije holl peri të kuqe lidhur rreth kyçit të dorës, një hajmali e vjetër shqiptare për t'i qëndruar larg syrit të keq. Pasi kaloi disa muaj në një jetimore të vogël në Puglia, fati i fëmijës ndryshoi rrënjësisht. Një çift bashkëshortësh nga Bari, Giovanni dhe Elena, një mjek dhe një profesoresh letërsie që nuk kishin mundur të kishin fëmijë, ranë në dashuri me djaloshin që në takimin e parë. Procedurat e adoptimit përfunduan shpejt dhe ata e pagëzuan me emrin Matteo. Matteo u rrit në një ambient të ngrohtë, të kulturuar dhe të rrethuar nga dashuria e pakufishme e prindërve të tij të rinj, që në fëmijëri ai tregoi një personalitet të fortë, të pavarur dhe një kuriozitet të jashtëzakonshëm për botën. Megjithatë, diçka te ai ndryshonte nga bashkëmoshatarët e tij në Bari. Ai kishte një lloj melankolie në sy dhe një lidhje të pashpjegueshme me detin. Sa herë që qëndronte në bregdetin e Barit duke parë drejt lindjes, ndjente një tërheqje të brendshme, sikur horizonti i përshpëriste diçka që nuk mund ta kuptonte. Giovanni dhe Elena vendosën të mos ia fshinin kurrë të vërtetën. Kur Matteo mbushi 10 vjeç, ata u ulën me të dhe i treguan kutinë e vogël të drunjt ku ruanin batanien e leshtë me të cilën e kishin gjetur dhe varsen e vogël të argjendit. Ti erdhe nga deti, Matteo. Erdhe me një anije nga Shqipëria në një kohë të vështirë për vendin tënd. Ne jemi prindërit e tu dhe të duam me gjithë shpirt, por gjaku yt i përket një toke tjetër, dhe një ditë, nëse do të duash, ke të drejtë ta kërkosh atë. Këto fjalë u kthyen në busullën e padukshme të jetës së tij. Gjatë viteve të adoleshencës dhe rinisë, Matteo u fokusua te studimet dhe ndërtoi një jetë të suksesshme në Itali. Ai u bë një djalë tërheqës, me tipare të errëta e të prera mesdhetare, që reflektonin origjinën e tij ballkanike. Por sa më shumë rritej, aq më shumë shtoheshin pikpyetjet e tij të brendshme. Ai shihte veten në pasqyrë dhe pyeste se e cuj ishte ajo buzëqeshje, e cuj ishin ato sy. Kush ishte nëna që e kishte mbështjell me atë batanie? Pse e kishte lënë pas? Ai ishte gjallë. Në prag të ditëlindjes së tij të 28-të, në fillim të vitit 2026, Matteo ndjente se nuk mund të jetonte më me një identitet të gjysmuar. Ndjenja e zbrazëtisë po bëhej mbytëse. Ai filloi të kalonte net të tëra duke hulumtuar në internet mbi trazirat e vitit 1997 në Shqipëri,
duke parë video të vjetra të anijeve të mbushura plot me njerëz dhe duke lexuar dëshmi të dhimbshme të asaj kohe. Sa herë që shikonte ato pamje, ndjente një shtrëngim në stomak. Ai mori varsen e argjendit, e pastroi nga pluhuri i viteve dhe vuri, re detajet e gdhendjes që prindërit e tij italian nuk kishin mundur t'i deshifronin kurrë. Kishte ardhur koha. Me mbështetjen e plot dhe bekimin e prindërve të tij adoptiv, të cilët e kuptonin nevojën e tij për të gjetur rrënjët, Matteo vendosi të linte pas komoditetin e jetës në Bari. Ai preu biletën e tragjetit për në Shqipëri, i vendosur për të hyrë në errësirën e të kaluarës së tij dhe për të zbuluar të vërtetën, pa e ditur se kërkimi i tij do ta çonte drejt e në zemër të një qyteti antik të quajtur Berat. Prilli i vitit 2026 po mbyllej me një mot të ngrohtë mesdhetar, por në shpirtin e Matteos po gëlonte një stuhi e vërtet. Ditëlindja e tij e 28 të nuk ishte më thjesht një fest rutin. Ajo ishte kthyer në një vijë ndarse mes jetës që njihte dhe asaj që e priste në anën tjetër të Adriatikut. Çdo gjë në jetën e tij në Bari ishte e sigurt, e qëndrueshme dhe suksesshme. Por sa herë që mbyllte syt, imazhet e trazirave të vitit 97 që kishte parë nëpër dokumentar dhe mendimi për prindërit e tij biologjik nuk e linin të qetë. Ai nuk mundej më të shtynte të padrejtën që i bënte vetes duke jetuar me gjysmën e historisë së tij. Vendimi i madh u pjek plotësisht gjatë një darke në shtëpinë e prindërve të tij adoptiv. Giovanni dhe Elena e kuptuan nga shikimi i tij se momenti që kishin pritur prej vitesh kishte mbërritur. Me lot në sy, por me një buzëqeshje mbështetjeje, Elena i zgjati kutinë e vogël të drunjt. Është koha, Matteo. Shko gjeje atë nën që të dha jetën. Dashuria jon për ty nuk do të zvogëlohet. Ajo thjesht do të bëhet më e plotë kur ti të kesh gjetur paqen brenda vetes. Të nesërmen në mëngjes, Matteo preu biletën e tragjetit Bari Durrës. Ai nuk mori shumë gjëra me vete. Vetëm një çantë shpine me pak rroba, laptopin ku kishte arkivuar çdo shkrim e dokument italian mbi zbarkimet e marsit të vitit 1997, dhe varsen e vjetër të argjendit, të cilën këtë herë nuk e la në kuti, por e vendosi në qafë, nën këmish si një busull që do t'i qëndronte ngjitur pas lëkurës. Udhëtimi me tragjet zgjati gjatë gjithë natës. Matteo pothuajse nuk fjeti fare. Ai qëndroi pjesën më të madhe të kohës në kuvertën e jashtme, duke parë ujin e errët të detit që qahej nga rrotat e tragjetit. Ishte një ndjesje e çuditshme përmbysje të fatit. Saktësisht 28 vite më parë, ai kishte udhëtuar nëpër atë det si një foshnjë e padukshme, e fshehur në një cep anije tregtare, duke ikur vdekjes dhe gjakmarrjes. Tani po kthehej si një burr i rritur, i arsimuar, me dëshirën e vetme për të gjetur të vërtetën. Kur tragjeti u ankorua në portin e Durrësit në mëngjesin e ngrohtë të majit 2026, Matteo ndjeu një dridhje të lehtë në gjunjë kur këmbët e tij prekën tokën shqiptare. Çdo gjë rreth tij ishte një përzierje e të huajës dhe të njohurës. Gjuha që flitej rreth tij, ajo shqipe që nuk e kishte dëgjuar kurrë në shtëpi, i ngjante një kodi të fshehur që truri i tij përpiqej ta deshifronte instinktivisht. Ai kuptonte vetëm disa fjalë të thjeshta që kishte studiuar gjatë muajve të fundit, por muzika e asaj gjuhe i zgjonte një ndjesi të pashpjegueshme për katësie. Nga Durrësi, ai nuk humbi kohë. Mori një makinë me qira dhe u nis drejt jugut. Gjatë rrugës, peizazhet e Shqipërisë filluan të shpaloseshin para syve të tij. Kodrat e mbjella me ullinj, malet e larta në horizont dhe bunkerët e vjetër prej betoni që dëshmonin për një epokë të shkuar. Sa më shumë i afrohej destinacionit të tij, aq më shumë shtohej rrahja e zemrës. Ai kishte marrë një dritë jeshile nga hulumtimet e tij të fundit. Arkivat italiane të portit të Brindisit tregonin se shumica e emigrantëve të asaj anije specifike në mars 97, të cilët ishin riadhesuar me forcë brenda 48 orëve, rrinin nga rrethi i Beratit, një qytet me histori të lashtë në qendër të Shqipërisë. Kur makina doli në kthesën e fundit dhe para tij u shfaq lugina e lumit Osum dhe siluetat e para të shtëpive të bardha karakteristike, Matteo e ndali makinën në anë të rrugës. Ai doli jashtë, mori frym thellë me ajrin e pastër të luginës dhe vështroi Beratit nga larg. Qyteti i një mbi një dritareve po e priste,
i qetë dhe madhështor, duke mbajtur të fshehur sekretin e madh të jetës së tij. Ditët e dyshimeve dhe të jetesës si një i huaj në Itali kishin mbaruar. Tani fillonte etapa më e vështirë dhe më e rëndësishme. Përballja me rënjet e tij. Etapa 4. Gjurmimi në qytetin e Beratit. Kur Matteo kaloi urën e vjetër të Goricës dhe hyri zyrtarisht në zemër të Beratit, ndjeu sikur po ecte përmes faqeve të një libri të lashtë historie. Shtëpit prej guri me dritare të panumërta që vareshin mbi kodër, rrugicat e shtruara me kaldrëm të lëmuar dhe kalaja madhështore që dominonte të gjithë luginën, krijoni një atmosferë sa magjike, aq edhe mbytëse për dikë që kërkonte një gjurmë njerëzore të humbur prej 28 vitesh. Për Matteon, ky qytet nuk ishte thjesht një destinacion turistik. Ishte labirinti ku fshihej identiteti i tij i vërtet. Në fillim, kërkimi ngjante me gjetjen e një gjilpëre në kashtë. Matteo u vendos në një hotel të vogël tradicional në lagjen Mangalem. Duke qenë se shqipja e tij ishte e kufizuar, ai punësoi Ilirin, një djalë të ri vendas që punonte si përkthyes dhe udhërfyes, por që njihte mjaft mirë edhe historitë e vjetra të qytetit. Hapi i parë që bën ishte vizita në arkivat e bashkisë dhe në zyrën e gjendjes civile, por të dhënat e vitit 1997 ishin të mbuluara nga kaosi. Shumë regjistra ishin djegur ose dëmtuar gjatë trazirave, dhe qindra familje që kishin ikur atë vit nuk ishin regjistruar kur në ikje apo në kthim. I gjendur para një muri burokratik, Matteo kuptoi se arkiva më e mirë e Beratit ishte memoria e njerëzve të tij. Iliri e çoi nëpër kafenet e vjetra ku mblidheshin burrat e moshuar të qytetit. Ata që mbanin mend çdo ngjarje, çdo mbiemër dhe çdo dramë të asaj kohe të mbrapsht. Matteo ulej me ta, u tregonte fotot e dokumenteve italiane të anijes së Brindisit dhe u shpjegonte historinë e tij përmes përkthimit të Ilirit. Por njerëzit tregonin kujdes. Historia e një fëmije të humbur për t'i shpëtuar një gjakmarrjeje ishte një temë delikate, një plagë e vjetër që shumë kush nguronte ta hapte para një të huaji. Kthesa e madhe ndodhi ditën e tretë të kërkimeve. Iliri sugjeroi të vizitonin një argjendar të vjetër në pazarin e qytetit, ustallarin e fundit që punonte ende argjendin me teknikën tradicionale të filigranit. Matteo nxori nga qafa varsen e tij të vogël dhe ja vendosi plakut mbi tryezën e punës, në dritën e fortë të llambës. Argjendari mori thjerrën, e rrotulloi varsen disa herë mes gishtave të zverdhur nga duhani, dhe sytë e tij u zgjeruan. Këtë nuk e ka bërë thjesht një argjendar i Beratit, tha plaku me një zë të ngjirur, duke parë Matteon me një vëmendje të re. Kjo ka vulën e tij me ti. Është një punim i veçantë që familja jon e bënte vetëm me porosi, me një shenjë të fshehur në pjesën e prapme të kryqit për të mbrojtur fëmijët e vegjël. Mbaj mend që një të tillë, pak para se të plaste lufta në 97, e bleu një burr nga fshatrat e Goricës. Ai po ikte natën sepse i rrezikohej djali i vetëm nga një hasmëri e madhe. Zemra e Matteos rrahu me sa fuqi kishte. Ky ishte filli i parë konkret i historisë së tij. Argjendari, i prekur nga fati i djalit që kishte përpara, bëri disa telefonata me të afërmit e tij dhe arriti të kujtonte mbiemrin e familjes që kishte porositur varsen. Ishte një familje që dikur kishte pasur emër të mirë, por që gjakmarrja dhe historia e vitit 97 i kishte gjunjëzuar plotësisht. Të pajisur me këtë mbiemër dhe me udhëzimet e argjendarit, Matteo dhe Iliri u nisën drejt pjesës më të lartë dhe të izoluar të lagjes Goricë, aty ku shtëpitë e vjetra prej guri ishin më të rrethuara nga harresa. Rrugica po bëhej gjithnjë e më e ngushtë dhe e heshtur. Sipas informacioneve të fundit të mbledhura nga fqinjet e zonës, prindërit e Matteos kishin mbijetuar, por jetonin të mbyllur, të vetmuar dhe të thyer nga pesha e një jete të shkuar mes frikës dhe zis, për djalin që besonin se u kishte vdekur në dallgët e Adriatikut. Matteo ecte me hapa të rënd mbi kaldrëm, duke shtrënguar varsen në dorë. Çdo dritare e bardhë e Beratit që shikonte drejt tij ngjante si një sy që dëshmonte kthimin e tij. Ai ndodhej vetëm pak metra larg portës ku fillonin rrënjët e tij, i përgatitur shpirtërisht për të përballur me të kaluarën që ishte mohuar për 28 vite. Etapa 5. Takimi me familjen dhe bashkimi i gjakut.
Hapat e fundit mbi kaldrëmin e lagjes Goric ishin më të rëndët e jetës së tij. Përpara Mateos dhe përkthyesit, Ilirit, u shfaq një portë e vjetër prej drurit të dushkut, e nxirr nga koha dhe e mbuluar nga degët e një hardhje të egër. Kjo shtëpi, ndryshe nga shtëpitë e tjera të bardha të Beratit, mbante mbi vete një heshtje të rëndë, si një monument harrese. Mateo mori frymë thellë, zgjati dorën që i dridhej paksa dhe trokiti fort 3 herë mbi rrahësin prej hekurit të portës. Pas pak sekondash që ngjanin si shekuj, pas derës u dëgjuan hapa të ngadalshëm dhe të zvarritur. Një shul u tërhoq me zhurmë dhe porta u hap përgjysmë. Në prag doli një burr i moshuar. Flokët e tij ishin të bardhë si bora, ndërsa rrudhat e thella në fytyrë tregonin historinë e një vuajtjeje që nuk kishte gjetur kurrë paqe. Sytë e tij të lodhur shikuan Mateon me mosbesim, duke mos kuptuar se kush ishte ky i huaj i veshur mirë që po qëndronte para derës së tij. Përpara se babai të fliste, nga obori i brendshëm doli edhe një grua e moshuar me një shami të zezë të lidhur rreth kokës. Sapo ajo pa Mateon, koha sikur ngriu. Sytë e saj u gozhduan mbi tiparet e djalit. Kishte diçka te ai, te harku i vetullave, te mënyra se si qëndronte, te shikimi i tij i zi dhe i thellë, që i kujtoi menjëherë imazhin e burrit të saj kur ishte i ri, por edhe djemtë e tjerë që kishte humbur në vitet e errëta të hasmërisë. Iliri, duke ndier peshën e momentit, bëri një hap përpara dhe filloi të fliste me një zë të ulët e të respektueshëm. Nën, bab, ky djalë ka ardhur nga Italia. Ai po kërkon prindërit e tij. Ka lindur në Berat dhe ka humbur në marsin e vitit 1997, mbi një anije tregtare në Brindisi. Dëgjimi i atij viti, i asaj nate tmerri që kishte shkatëruar shpirtrat e tyre, i bëri të moshuarit të rëngjethur. Gruaja tundi kokën me dëshpërim, duke u mbështetur pas kornizës së derës, ndërsa lotët filluan t'i mbushnin sytë e zbehur. Djali im ka vdekur në det, pëshpëriti ajo me një zë që mezi dëgjohej. Deti na e mori atë natë. Në atë moment, Mateo bëri hapin vendimtar. Ai zgjati dorën, hoqi nga qafa varsen e vogël të argjendit me kryqin e gdhendur i imët që kishte mbajtur gjithë jetën dhe ja vendosi nënës mbi pëllëmbën e dorës së saj të vrarë nga puna. Sapo lëkura e saj preku ftohtësinë e njohur të atij argjendi, plaka lëshoi një britm të mbytur. Ajo e rrotulloi varsen dhe pa me sy të përlotur shenjën e fshehur në pjesën e prapme. Të njëjtën shenjë që argjendari i Beratit kishte gdhendur me porosi për foshnjën e tyre përpara se të niseshin drejt vdekjes. Duart filluan t'i dridheshin aq fort sa varsja gati sa nuk i ra për tokë. Ajo bëri një hap drejt Mateos, i kapi dorën e djathtë me një forcë të pashpjegueshme për moshën e saj dhe me shpejtësi i ngriti mëngën e këmishës. Atje, eksaktësisht mbi kyçin e dorës, ndodhej një shenjë e vogël lindjeje në ngjyrë kafe. Saktësisht në vendin ku 28 vite më parë, ajo kishte lidhur fijen e kuqe të peri përpara se kaosi t'ia rëmbente nga krahët. Nuk kishte më dyshime, nuk kishte më nevojë për përkthyes, as për analiza e as për fjalë. Gjaku, që kishte heshtur për gati 3 dekada, foli me gjuhën e tij të fuqishme. Nëna shpërtheu në një vajtim të çliruar, një ulërim që nxirrte jashtë të gjithë helmin dhe dëshpërimin e 28 viteve zi. Ajo u hodh mbi Mateon, duke rrethuar me krahët e saj të dobët, duke i puthur flokët, faqet dhe duart, sikur donte të bënte të sajin çdo sekond të kohës që u kishte ikur. Babai, me lotët që i rridhnin pa pushim mbi rrudhat e thella të fytyrës, u afrua ngadalë dhe i rrethoi të dy në një përqafim të fuqishëm, duke fshehur kokën në supin e djalit të tij të gjetur. Mateo, i përlotur, i shtrëngoi fort prindërit e tij biologjik. Në ato borë të vjetër në Goric, nën qiellin e pastër të Beratit, ai ndjeu se pjesa e thyer e shpirtit të tij u ngjit më në fund. Hasmëria kishte vdekur, koha e zis kishte mbaruar. Djali i humbur në dallgët e Adriatikut në vitin 97 ishte kthyer në shtëpi, për të kthyer dritën në shtëpinë e prindërve dhe për të shkruar kapitullin e fundit, atë të paqes dhe të bashkimit të gjakut.